Do të isha budalla nëse do të refuzoja një dhuratë $400 milion, deklaroi presidenti Donald Trump, përderisa Katari I adhuroi një aeroplan Boeing, një dhuratë nga familja mbretërore. Trump e ka vizituar aeroplanin në muajin shkurt, kur ishte I parkuar në aeroportin ndërkombëtar të West Palm Beach. Dhe për shkak të luksit të tij, ai quhet pallati fluturues. Pavarësisht shqetësimeve të ngritura në lidhje me dhuratën prej $400 milion, presidenti Donald Trump tha se unë mendoj që është një gest I madh nga Katari. Ai shtoi se unë e vlerësoj këtë shumë dhe kur nuk do të isha nga ata që do të refuzoja një dhuratë të tillë. Domethënë, unë do të jem një person budalla nëse them se nuk dua një aeroplan falas. Debatet e vazhdueshme janë përqendruar nëse kjo marrëveshje është një përfitim I maskuar për Trumpin, apo ndoshta edhe një përpjekje e sinqertë e Katarit për të forcuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportime të shumta mediatike thënë se marrëveshja përfshin që pas largimit të Trumpit nga detyra, avioni të mos I përkas më qeverisë për të transferuar te fondacioni I bibliotekës së tij presidenciale, duke krijuar mundësinë e përdorimit të tij personal. Avokatët e Shtëpisë së Bardhë dhe të Departamentit të Drejtësisë kanë konkluduar se dhurata është e lehtëshme dhe nuk shkel ligjet kundër rishfetit. Aeroplani do t'i dorëzohet forcave ajrore amerikane, të cilat pastaj do ta modifikojnë për të përmbushur specifikat ushtarake të nevojshme për transportin e presidentit amerikan. Dhurata luksoze nga Katari pritet të shpallet javën e ardhshme gjatë turneut 3 ditor të presidentit Donald Trump në lindjen e mesme, ku përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara dhe Katarin.